Nushe Dollapaj, 63 vjeçe nga Tropoja, është përballur me sfida të mëdha për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortit të saj të sëmur dhe 2 fëmijëve të cilët kanë probleme të shëndetit mendor. E moshuara tregon se është detyruar të largohet nga vendlindja e saj për të zhvendosur në Tiranë, për të qenë sa më afër spitalit që të ofrojë ndihmën e duhur mjekësore fëmijëve të saj. Prej 3 vitesh, 63 vjeçaria po përballet me vështirësi të mëdha ekonomike, pasi kempe që merr nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar qiran, ushqimin dhe ilaçet që janë të domosdoshme për ta. Unë kam problem në 1 minon prej Tropoje, mosha 63 vjeçe, kam 2 fëmijë, të 2 kam vajzën 25 vjeçe me prapametje mendore, epilepsi e përgjithshme, çuni ka të njëjtën diagnozë dhe ky, me kujdestari, burrin e kam pensionist, me nish në nërë ma ka godit tensioni dhe ka arë në gjendje kritike për jetën, dhe ka 2 goditje të rënda në trunë. Unë jetoj pranë pediatrisë fëmijëve në Tiranë, të spitali Nën Terezia, tash 3 vite, me një qira shumë të madhe, 300.000 lekë, të një non plak ma ka hapë dhe në falenderoj, edhe ajo banesën është plot myk non, dhe me një kemp, une atë i blej ilaçe, atë paguj shtëpi, atë paguj ujë drita, me ma dhonë të në Tiranën, kur për jetë s'kisha jetu në Tiranë, hallim ka prunë, për me pështu jetën e familjes teme. Unë kom pas të arnat me bojnë banesë të vogël vetë, po të në investimim ka shku në për spitale me fëmijët e mi. Qatë jetoj une, me që të kemë për fëmijëve dhe ato jonë nuk veç asilaçet s'mi dalin mujnon. Po që sa vështi mujnon, 300.000 lekë mund du të mja dhonë, nënë s'plak aty në dorë, çdo muj. Përveç psikiatrisë, çdo mjekim që e bëj, du të me shku, jam mes spitalit psikiatrik, du të me shku për të 3, mes me bë kontakt ilaçe me ilaç mujnon. Nëna e 2 fëmijëve është në një situatë të vështirë, ndaj i bën apel për ndihmë shtetit që t'i sigurojë një strek ku mund të jetojë me familjen e saj. Jam me 100 hallë non, kërkesa jeme me dhe është që për një banesë tash ti kryet ku kenë dherë spitali, o në Shkodër, o në Kukës, o në Tiranë. Që ta në qoftë se një këtë thirje teme, ku të kenë nevoja a i të mashtim kryet një strej. Se prëndi lutna, i përgjona që ta këthejnë kryet për këtë nënë me 3 valet. Edhe vetë jam shumë e lodhë dhe i tash kom jetu, nuk i kom lanë keshtë minë, asë më kanë vujtë për vesh, asë për math, asë për buk, asë për ushim, dhe i shidash jam dërzue, s'ka nëna qa banë mu. 63 vjeçaria nga Tropoja është përballur me sprova të shumta, ndaj ajo shpreson që shteti t'i përgjigjet apelit të saj, duke ndihmuar për t'i siguruar një jetë të mirë me bashkëshortin dhe 2 fëmijët e saj.